dashur, ju shpresoj që po kaloni bukur në këtë ditë të veçantë me programin ton. E tani edhe pse nga larg, po e prezantoj përmes platformës Zoom nga Prishtina dizajnerën e njohur Leila Feta. Zonja Leila, mirë se na erdhe sot dhe faleminderit që gjetët kohën të jeni pjesë e kësaj interviste. Përshëndetje të nderuar, faleminderit për ftesën, kënaqësia është edhe imja. Për plot 12 vite infermiere dhe pastaj edhe dizajnere. Si lindi pasioni juaj për dizajnimin e veshjeve dhe më pas si vazhdua ta orientoni këtë lami edhe në modën islamike? Po ashtu si fëmijë kur kam qenë, dëshira ime çdo herë ka qenë domethënë të mirë me dizajnin. Jam mundu ato rrobat e mia ashtu siç i kam pas, domethënë çdo herë të krijoj ndryshime, të bëj ndryshime të ndryshme tek to. Edhe me kalimin e kohës, duke pa isha si infermiere, punoja një kohë të gjatë, edhe dizajnin e kisha domethënë pasion e doja aq tepër, kështu që vendosa mandej ta ndërprej punën si infermiere dhe vazhdova vetëm të mirë me dizajnin. Ka domethënë një kohë e gjatë që mirë me dizajnin dhe me realizimin e veshjeve. E arsyeja mandej pse kalova, pak ju përkushtova më tepër veshjeve islame apo veshjeve të femrave me mbulesë, duke pa që në treg kish mungesë të veshjeve cilësore që kish mi nevojë, për arsye se unë edhe vetë isha një femër me mbulesë, pra domethënë duke pa nevojën, atëherë pak edhe ju përkushtova pak më tepër kësaj pike, kësaj fushe. Në vitin 2004, sipas informacioneve, keni prezantuar sfilatën e parë, që në atë kohë keni qenë e para që keni prezantuar sfilatën për gratë me mbulesë në Kosovë dhe në rajon. Cilat ishin emocionet e juaja në atë kohë? Si jeni ndjerë? Me të thënë drejtën, ajo ka qenë një periudhë shumë e vështirë e kohës, kur e mendoj, shembull me krahasu me ditën e sotit, sot na kur punojmë dhe realizojmë modele, ka pas bukur vështirësi të mëdha. Duke filluar nga përzgjedhja materialeve, nga krijimi i modeleve, mandej shumë peripeti ndryshme kemi pas, që mos ndalim shumë tek ajo pikë, mirë po dëshira ime e madhe ka qenë të bëj një koleksion, domethënë koleksioni im i parë tjetë për femrat me mbulesë, duke pa të nevojshme, domethënë, që femrat me mbulesë ka nevojë, domethënë, të ketë veshje të krijuara pak më unike, domethënë, duke filluar nga disa materiale më cilësore, të cilat nuk janë të mundshme për mbajtje gjatë ditës, atëherë pash edhe të nevojshme, kështu që e realizova sfilatën e parë në vitin 2004, ku si qëllim tjetër ka qenë kryesor të sensibilizoj edhe opinionin që edhe femrat me mbulesë din të vishën bukur, domethënë. Nuk është diçka që vetëm ta vesh një veshje dhe të vazhdoj, domethënë, po edhe femra me mbulesë din të krijojë, domethënë, veshje të bukura dhe duket bukur për masën. Që ti përshtatet atij modernitetit të sotëm apo jo? Kur ju veç një lidhje, një ndërlidhje shumë e mirë asaj kohe me kohën kur ne tash po jetojmë. Kur ju veç se vendosni të krijoni një koleksion të ri, cili është frymëzimi juaj? Ku inspiroheni? Me të thënë drejtën, frymëzimin kryesor e gjej tek bukuritë që i ka krijuar i Madhi Zot. Me të thënë, nga do që shohim, kemi mrekulli të shumta në natyrë. Duke filluar pastaj prej stinëve të vitit, kur lirisht unë mendoj një dizajner, vetëm stinët e vitit mi mendu lirisht 4 koleksione vetëm se i realizon, domethënë, për një vit. Mandej jam mundu duke bërë edhe bashkëdyzimin pak edhe me tradicionalen, mandej edhe me kulturën tonë, mandej edhe me ide tona, duke ju përshtat pak edhe vendi, domethënë, ku ne jetojmë, se domethënë ka dallime shumë ta pavarësisht që jemi shqiptarë dhe jemi në trojet tona, qoftë Ulqen, Prishtinë, Tirana, apo ku do jemi, na i kemi pak disa dallime, domethënë sa i përket veshjes, e çdo herë jam mundu, domethënë, pak ti përshtat nga domethënë vendit ku ne po jetojmë, kështu që jam mundu nga gjitha ka pak, kështu që vjen frymëzimi. Ju personalisht si një dizajnere, si e shihni modën e islamit në shekullin e 21 dhe sa po ndryshon ajo ndër vite? Sa i përket modës, domethënë, të këtij shekulli ku ne jetojmë edhe me krahasim me vitet e mëhershme, ne një rregull e dim, një urdhën hyjnor sa i përket mbulesës, mbulesa si mbulesë asnjëherë nuk guxon
të kalon, t'i kalon limitet ato rregullat që ne jemi të obliguar. Asnjëherë mbulesa nuk guxon të jetë, provokative ose transparente, ose të jetë tepër ekstravagante. Mirë, po me kalimin e kohës, po kemi përzgjedhje të shumta të materialeve, edhe rrjetet sociale po e bojnë veten, atëherë edhe po ka, pak ma tepër, modernitet sa i përket veshjes, diçka që sipas meje si një dizajnere, nëse është në suaza të normales, as pak nuk është e dëmshme, është e mirë, përndryshe, me krahasu tash një veshje kur unë e kam realizu, po e marr në sfilatën e parë në vitin 2024, dhe tash në këtë vit kur unë i bëj veshjet, edhe veshjet e mia, kanë ndryshime të shumta. Mirë, po asnjëherë nuk guxojna me dalë prej kornizave të rregullorëve që ne i kemi. A ndikon kultura shqiptare ndopak në kulturën islame? Po, pak ndikon, jo pak, po bëja tepër ndikon, për atë se ne, sa i përket kulturës islame dhe kulturës shqiptare, realisht na dhe gjyshet tona, i kemi pas me mbulesë kanë qenë, me ato veshjet e bukura tradicionale që ato i kanë bërë, diçka që ne si dizajner duhet mundohemi që ti trashëgojmë në breza, se cilin brez që të vjen, edhe nesër në fëmijëve tonë, që avlojmë si një trashëgim mendor që çdo herë tradicionale ta ketë vendin e vet. Po normal që ndikon, po tash mos zgjerohemi shumë se kjo është një temë bukur e gjanë që ja vlen flitet shembull vetëm për këtë temë. Mirë, po i ka ato ndikimet e veta. Po, sa i përket mbulesës, a shihni ju rritje të interesit në trevat shqiptare? Sa i përket mbulesës ka rritje, është një fenomen që këto vitet e fundit, mu i me thanë që 5-6 vitet e fundit, është shumë interesante, veshjet që ne i krijojmë, shembull për femrat me mbulesë, në shumicën e rasteve mu i me thanë lirisht që 50% atyre veshjeve i kemi kliente të cilat nuk janë me mbulesë, mirë po vinë edhe i blejnë, i marrin ato veshje. Më ka interesu shumë, përgjigja atyre ka qenë, pse po e ndijmë veten shumë komode në këto veshje që ju po i realizoni, për arsye se pak na tash nëse e shohim pak industrinë e modës, nëse flasim shembull për një kostum ditor, që shumica e femrave e kanë shembull në dollapat e tyre, s'është diçka që na duhet, atëherë pak e ka kalu edhe ajo eleganca, ka kalu pak klasika, pak në ekstravagancë. E kështu që një përgjigje e tyre po më pëlqen kur po thonë, na po e ndijmë veten shumë komod, me këto veshjet që ju po i realizoni. Pavarësisht pse nuk janë me mbulesë. Sa i përket festave, a krijoni koleksione të veçanta, si për shembull tani që është dhe festa e Bajramit, a keni krijuar koleksione të veçanta? Dhe nëse po, sa dallon ai fluksi para festave, puna juaj, klientët, sa kanë fluks para festave dhe në periudhë të festave? Është shumë interesant sa i përket ne krijojmë koleksione, ne mundohemi qoftë për Bajrama, qoftë për Ramazan, për festa të ndryshme, qoftë për festën e pavarësisë që e kemi në vendin tonë, çdo herë mundohemi të kemi disa koleksione të krijuara enkas për këto ditë të veçanta. Mirë, po shumë e vërtet që sa i përket festave të Bajramit, ka fluks bukur të madh, të femrave që dojnë duken bukur. Mirë, po është një detaj shumë interesant që nuk dojnë të jenë veshjet e tyre shumë të ngarkuara. Dojnë diçka elegante, diçka klasike, po gjithsecila e kërkon edhe një detaj, shembull një aksesor të bukur ose një shall pak që e dallon që tamam me u dallu, që është festë. Të ndalemi pak tek kjo pjesë. A dizajnoni edhe koleksione vetëm të gatshme apo edhe në bazë të kërkesave të klientëve, në bazë të individualitetit të tyre? Me tregu drejtë, ne si dizajner, neve çdo herë na konvenon, që klientela jonë të përshtatet me veshjet që ne i krijojmë, ne i realizojmë. Mirë, po unë si dizajnere, çdo herë jam e gatshme me klientat e mi, të punoj edhe me modelet e tyre, se ka shumë raste që ndoshta nuk i përshtatet modeli që unë kam realizu, po kur ajo e provon, për ma rast shembull, para 2 dite kisha një kliente për një fustan timinër, mirë, po kur ajo e veshi fustanin, unë e pash, që kish nevojë, pavarësisht pse unë e kisha realizuar model,
më thonë, kish nevojë për një model pak më ndryshe. Atëherë ulëm bashkërisht, domethënë edhe e ridizajnum një model tjetër që edhe unë në fund t'jem shumë e kënaqshme, po edhe klientja domethënë kur e vesh veshën t'jetë shumë e kënaqshme. Për atë domethënë unë nuk i anashkaloj, ka shumë raste që edhe klientët kanë modelet e veta, edhe mundona ëndrrën e tyre me bo realitet. Për atë arsye edhe jeni e njoftun për këtë punë. Sa i përket kërkesave, cilat janë ngjyrat apo stilet më të kërkuara këtë vit? Valla, për këtë vit ka shumë interesant, domethënë nëse e shohim modën si modë, ne çdo herë nuk kemi çara, aty kur thojmë një shprehje popullore, pa u rikthy prej viteve të kaluara, domethënë. Marrim modele edhe nga vitet e kaluara, domethënë edhe bojmë një farë kombinimit modeleve. Mirë po për si vjet, sa i përket ngjyrave, e kuqja është shumë në trend, është ngjyra e verdhë, është pinku e butë, është e kaltërta, domethënë, janë disa ngjyra të guximshme, unë i quaj kështu, domethënë, ngjyra që me të vërtetë ato që i veshin duhet të jenë vajza apo zonja, domethënë shumë të guximshme për me i bajt ato ngjyra, se shumicën e rasteve ju e dini tek ne edhe paragjykohen njerëzit për shkak të ngjyrës që e veshin. Mirë po unë mendoj, ne nuk duhet t'ua imponojmë njerëzve që gjithsesi ta vesh të kuqen, pse shembull si vjet po bëhet, është në modë. Po le ta vesh atë çka asaj i konvenon dhe çka asaj rrin më bukur. Ashtu është. Padyshim që puna juaj është një punë mjaft e lezetshme, mjaft e bukur. Por cila është ajo pjesa, ajo periudha që ju e gjeni veten e bëni më me kënaqësi gjatë punës suaj dhe përveç kësaj, cila është ai moment që ndonjëherë jeni lodhur edhe keni thënë nuk mundem të punoj këtë punë. Ka pas ndonjë moment? Me të regu drejten, unë profesionin, po them dizajnere ne jemi, mirë po natë që t'jemi roba qeps. Unë si profesion e du shumë. Beso ka raste që edhe natën, edhe pse jam e lodhur tepër gjatë ditës, ka raste kur edhe natën më vjen një ide ose një inspirim të që kam kujtohet një model i bukur shtë në mendje time, që ona dhe më thanë edhe nuk e hupi atë idenë, me njerë mundona me qitë spakun skicën letër. Mirë po pjesa ma e mundimshme sa i përket mu si lej që më duket, është derisa na të finalizojmë, më thonë, cilin lloj të materialit për përzgjedhjem. Për mua kjo është pak më e mundimshme. Ndërsa pjesa më e kënaqshme është kur unë realizoj modelin edhe e shoh te vajza e cila e prezanton modelin, më thonë e shoh që i rrin shumë bukur, se kam të shumta, më thonë një prej tyre kam Blinën, cilën e përshëndes shumë, më thonë mu më duket që veshjet e mia shndritin e trupin e saj. Në këto momente do më thonë dina shumë e lumtur. Padyshim është një ndjenje veçantë kur është edhe që ta bësh edhe tjetrën të lumtur në bazë të punës tënde. Si fund, si pyetje të fundit, si një përfundim të bukur, ke ndonjë mesazh për të gjithë ata që e gjejnë veten në këtë profesion dhe janë mjaft të mirë në këtë lami, por nuk kanë guximin që ta shfaqin talentin e tyre në të gjithë publikun? Shiqa është një mesazh që unë çdo herë mundona me përcjell, të mundohemi që çdo herë ëndrat tona t'i bëjmë realitet, asnjëherë të mos ngritemi në mëngjes me idenë, shembull të ndrojmë na diçka edhe të flajmë, të shohim në mëngjes, mandej prap dita tjetër të shkon kështu, domethënë aty e mendu modelin ose idenë, pavarësisht se në cilin profesion femrat tona do të drejtohen. Çdo fillim është i vështirë. Mirë po kur ti fillon dhe shef suksesin ton dita ditës, domethënë që po vjen, po realizohet ashtu siç ti po mendon, atëherë me të vërtetë është një lumturi shumë e madhe. Për atë domethënë të mos ndalen, të vazhdojnë domethënë ëndrat e tyre të bëjnë realitet. Sërish ne ju falenderojmë shumë që keni gjetur kohën që në këtë ditë kaq të bekuar të jeni pjesë e televizionit Teuta. Ju falenderoj përzemërsisht shumë dhe ka qenë një ndjenjë e veçantë që ta bëjmë këtë bashkëbisedim së bashku. Unë ju uroj juve Kurban Bajramin të keni paqe, harmoni, begati gjithmonë në familjet e juaja. Faleminderit shumë, edhe për mua ishte kënaqësi shumë e veçantë që unë sot jem pjesë e televizionit Teuta në Ulqin. Përshëndes gjitha shoqet e mia, klientët e mia, cilat janë nga Ulqini, si dhe gjithë muslimanëve në mbar botën ju uroj festën e Kurban Bajramit. Paqja dhe harmonia e Zotit mbretëroft në të gjithë shtëpitë.
Amin, faleminderit shumë. Ju shikues të dashur, vazhdoni të qëndroni me ne dhe për disa momente, për disa intervistat të tjera të bukura, të lezetshme me tema mjaft interesante. Zonja Leila, faleminderit shumë edhe një herë, inshallah gjithmonë ju prinë mbara dhe suksese.